I akuzuar është fajtor për veprën penale në bashkëkryer vrasje rënd në emër të popullit. Gjykata themelore në Prishtinë, pas mbajtjes së shqyrtimit gjyqësor, sot me datë 26 shkurt 2026, mori dhe publikisht shpalli këtë aktgjykim. I akuzuar është fajtor për veprën penale në bashkëkryer vrasje rënd, andaj gjykata për këtë vepër penale e gjykon me dënim me burgim në kozgjatje prej 22 vite burgim. V.B. akuzohet se në vitin 2023 ishte vrarë brenda një marketi të madh në Podujev. I akuzuari A.S. mori dënimin prej 22 vite për veprën penale vrasje e rënd. Ai akuzohet se në bashkëkryer me djalin e tij të mitur kanë kryer veprën penale. Sipas prokurorisë, vrasja është bërë për shkak të hakmarrjes. Prokuroria pretendon se babaja e ka porositur djalin e tij të mitur që ta vras V.B. Prokuroria pretendon se viktima ishte përcjell nga tashmë e akuzuari dhe djali i tij i mitur dhe pasi ishte kryer vrasja, ishin larguar nga vendi i ngjarjes. Të akuzuarit në dënimin e shqiptuar i llogaritet koha e kaluar në paraburgim nga data 11 shtator 2023 e tutje. Të akuzuarit i vazhdot masa e paraburgimit deri në plotfuqishmëri të këtij aktgjykimi. E dëmtuar për realizimin e kërkesës pasurore juridike udhëzohet në kontest të rregullt juridiko-civil. Detyrohet i pandihur që në emër të shpenzimeve të procedurës penale t'i paguaj shpenzimet e dhatë në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 200 euro dhe në emër të fondit për mbrojtjen e viktimave të krimit shumën prej 50 eurove. Palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në afat prej 30 ditësh pas marrjes së këtij aktgjykimi në formë të shkruar.